Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit dhe të prezantojmë çfarë na thon yjet për 12 qenjat e zodiakut për ditën e ënte 23 korrik 2026. Ju faleminderit. Peshore, kjo ënte të kujton sa të rëndësishëm janë njerëzit që ke pranë, miqt, familja dhe komuniteti ku bën pjesë janë burimi yt më i madh, i forcës dhe frymëzimit. Sot ndihesh veçanërisht me njohës për mbështetjen, dashurinë dhe besimin që ata të kanë dhënë në momentet më të mira, por edhe në ato më të vështira. Mund të ndjesh dëshirën të organizosh një takim, të bësh plane për fundjavën, ose thjesht të telefonosh dikë që ka një vend të veçantë në zemrën tënde. Edhe një mesazh i thjesht apo një gjest i vogël mirësie mund të ketë një ndikim të madh dhe t'i bëjë njerëzit e tu të ndihen të vlerësuar. Energjia kësaj dite favorizon bashkëpunimin, bisedat e ngrohta dhe krijimin e kujtimeve të bukura. Nëse ke menduar të falenderosh dikë për ndihmën ose mbështetjen që të ka dhënë, mos e shtyj më. Fjalët e tua do të prekin zemrat e atyre që të duan. Mos haro se marrëdhëniet e forta ndërtohen me vëmendje, respekt dhe mirënjohje. Sa më shumë dashuri dhe mirësi të japësh këtë ditë, aq më shumë do të marrësh në këmbim. Peshore, njerëzit që ke pranë janë një bekim i vërtet, dhe kjo është dita ideale për t'ua treguar se sa shumë do të thonë për ty. Akrep, kjo ënte hap një kapitull të ri në jetën tënde profesionale, që nga sot mund të shfaqen mundësi për të marrë një rol drejtues, për të fituar më shumë përgjegjësi ose për të bërë një hap të rëndësishëm drejt një objektivi që e ke ndjekur prej kohësh. Përkushtimi dhe puna jote e palodhur nuk kalojnë pa u vënë re. Ti nuk je nga ata që kërkojnë lavdëvrime vetëm për krenari personale, por e di se përpjekjet e tua meritojnë vlerësim. Pikërisht kjo energji e sinqertë të bën të dallohesh. Njerëzit e kuptojnë se je duke punuar me pasion dhe se çdo gjë që bën ka një qëllim të vërtetë. Bashkimi i diellit me Jupiterin sjell optimizëm dhe mundësi të reja për ju. Një bisedë me një koleg, e pror ose bashkëpunëtor mund të të kujtojë se sa larg ke arritur. Mund të marrësh një kompliment, një propozim ose një lajm që të mbush me besim për të ardhmen. Mos u ndal tani. Ky është momenti për të vazhduar të investosh te talenti dhe aftësitë e tua. Çdo hap që hedh sot të afron më shumë me suksesin që ke ëndërruar. Besoj i vetes, sepse je gati për sfida më të mëdha dhe për arritje më të rëndësishme. Universi po të hap dyer të reja dhe është koha t'i kalosh ato me guxim. Shigjetar, fillimi i sezonit të luanit zgjon menjëherë shpirtin tënd aventurier. Si një shenjë zjarri, ti ndihesh frymëzuar nga kjo energji e re, e cila të shtyn të ëndërrosh më shumë, të eksplorosh më shumë vende të reja dhe të zgjerosh horizontet e tua. Kjo ënte sjell dëshirën për të dalë nga rutina dhe për të jetuar diçka që të mbush me entuziazëm. Bashkimi i diellit me Jupiterin ndikon pozitivisht në fushat e udhëtimeve, dijes dhe zhvillimit personal. Mund të mendosh seriozisht për një udhëtim që e ke shtyr prej kohësh, të regjistrohesh në një kurs të ri ose të fillosh të mësosh diçka që të ka zgjuar gjithmonë kur e shtjen. Çdo përvojë e re do të të ndihmojë të ritesh dhe të shohësh jetën me një këndvështrim tjetër. Sot do të kuptosh se bota është shumë më e madhe se shqetësimet që po përjeton tani. Problemet që të kanë rënduar kohët e fundit fillojnë të duken më të vogla, ndërsa përpara teje hapen mundësi të reja dhe emocionuese. Optimizmi yt rikthehet bashkë me të vjen dhe besimi se e ardhmja rezervon surpriza të bukura. Mos e kufizo veten nga frika apo pasiguria, ëndërro më shumë, bëj plane dhe guxo të hedhësh hapin e parë drejt aventurës që ke dëshiruar prej kohësh. Universi është në anën tënde dhe të fton të zgjerosh horizontet, sepse për ty shigjetar, udhëtimi më i bukur sapo ka filluar. Briciapi, kjo ënte sjell një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën se si shikon marrëdhëniet dhe prioritetet e tua briciap. Me hyrjen e diellit në shtëpinë e transformimit dhe të burimeve të përbashkëta, ndjen nevojën të largohesh për pak nga ritmi i ngarkuar i punës dhe t'i kushtosh më shumë kohë njerëzve që kanë vërtet rëndësi në jetën tënde. Ti je mësuar të përqendrohesh te përgjegjësitë dhe objektivat, por këtë ditë universi të kujton se lidhjet e forta janë po aq të vlefshme sa çdo arritje profesionale. Është momenti i dur për të forcuar besimin në një marrëdhënie, për të sqaruar një keqkuptim ose për të ndarë ndjenjat që ke mbajtur brenda vetes. Hëna në akrep të ndihmon të jesh më i sinqert dhe më i hapur se zakonisht. Nuk do të kesh frikë të tregosh anën tënde më të ndjeshme, dhe pikërisht kjo do të krijojë lidhje më të thella me njerëzit që do. Një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë rrjetën e një marrëdhënieje dhe të sjellë më shumë
qetësi dhe mirëkuptim. Edhe pse në pamje të parë kjo ditë mund të duket e zakonshme, ndikimi i saj do të jetë shumë i madh nga sa e mendon. Vendimet, bisedat dhe emocionet që përjeton këtë ditë do hedhin themelet e tyre pozitive për të ardhmen. Besoj procesit, prisjap, sepse po hyn në një fazë ku forca e vërtet do të vijë nga besimi, bashkëpunimi dhe lidhjet e sinqerta me të tjerët. Ujor, ti ke plane të mëdha për jetën tënde, dhe sot mund të kuptosh sa e rëndësishme është të kesh pranë dikë që ecën në të njëjtin drejtim me ty. Kjo e njëjtë sjell biseda të thella dhe momente ku mund të zbulosh se një person që është afruar më shumë me ty ndan të njëjtat ëndra, vlera dhe dëshira për të ardhmen. Një komunikim i sinqert mund të hapë një derë të re në marrëdhënien tënde. Mund të kuptosh se nuk je vetëm në planetet tua dhe se dikush tjetër është gati të të mbështesë e të ndërtojë diçka të bukur së bashku me ty. Nëse je në një lidhje, kjo është ditë ideale për të kaluar kohë cilësore me partnerin, për të dalë në një takim romantik ose për të bërë diçka që ju sjell gëzim të dyve. Nëse je beqar, energjia e kësaj dite të favorizon përnjohje të reja. Mund të takosh dikë interesant ku më pak e pret, por çelësisht të mos mbyllesh në vetvete. Dil, komuniko dhe lejo njerëzit të njohin ashtu siç je. Këtë ditë do të ndihesh më guzimtar dhe më i hapur ndaj mundësive të reja. Mos ki frikë të tregosh zemrën dhe ëndrat e tua, sepse personi i dur do të vlerësoj pikërisht atë që të bën unik. Ujor, një lidhje e rëndësishme mund të fillojë ose të forcohet pikërisht tani. Peshqit, sezoni i luanit të sjell një kujtesë të rëndësishme. Gjërat e vogla që bëjmë çdo ditë janë ato që krijojnë pamjen e madhe të jetës tonë, peshq. Kjo e njëjtë të fton të kujdesesh më shumë për veten, për shëndetin, miqënie dhe rutina që të ndihmojnë të ndërtosh jetën që dëshiron. Dielli të inkurajon të krijosh zakone më të mira dhe të investosh në veten tënde. Ndoshta është koha të rregullosh mënyrën si organizon ditën, të kujdesesh më shumë për trupin dhe mendjen, ose të rikthehesh te një rutinë që të jepte energji dhe qetësi. Sot me detyrat më të zakonshme mund të shohësh një këndvështrim tjetër. Një shëtitje, një ushqim më i shëndetshëm, pak kohë për pushim apo organizimin planeve të tua nuk janë thjesht gjëra të vogla, ato janë investime për versionin e ardhshëm të vetes tënde. Mos kërko ndryshime të menjëhershme, sepse gjërat më të bukura ndërtohen me durim. Hapat e vegjël që hes sot do të krijojnë rezultate të mëdha me kalimin e kohës. Peshq, ti je duke ndërtuar diçka të qëndrueshme dhe të rëndësishme. Besoj procesit, vazhdo përpara me qetësi dhe kujto se çdo përpjekje që bën për veten tënde është një dhuratë për të ardhmen. Ky ishte parashikimi i yjeve për 12 sinjat e zodiakut për ditën e njëjtë 23 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.